Përshëndetje Celtina Frejme, përshëndetje. Alimira Vëllurën, përshëndetje. Janë mirë. Vjen shumë keq ku në çfarë niveli na ka pru kjo qeveri me blokadë. Edhe e ndij shumë për gjithë këta punëtor këtu që janë të papaguar. Edhe ju falenderoj shumë edhe një herë për këtë punën që keni bërë për gjithë këta muaj, faktikisht për me i shërby qytetarëve të kryeqytetit përkundër sabotazhave, përkundër bllokadave. E dini që edhe ne, sikur ju, sikur me pas rrogën tonë, me pas në bankë, e një zyrtar i bankës atje, mos me t'i lshu pare. Qashtu edhe qeveria po bën ndaj komunës. Në pare tona të cilat i kemi të gatshme nuk na lëshon për me i kry detyrimet tona ndaj jush. Prandaj problemi është atje. Nëse më lejohet, para me e kam një kërkesë për juve. Punëtorët e trafikut urban, jam Elin Gashi, kryetari i sindikatës trafikut urban. Punëtorët e trafikut urban e kanë një kërkesë vetme që ju, në bashkëpunim me juve, punëtorët e trafikut urban e ndin veten sikur fëmijë të komunës. Derisa juve jeni i mandatum për kryetar komunës, do t'i prini edhe trafikut urban që është pjesë e komunës. Në këto momente jena ardhur për asnjë sent tjetër, jena ardhur me kërku pagën tonë, për ndjesën që kena punu, jena ardhur me na i rimbursu domët që neve na kanë shkaktu, fornitorët e natës na i kanë ndërprer natën, nuk e di a jeni të informuar, 1 milion kemë bësh trafiku urban sot subvencion për me bo të përdoret për natë. Pjesa tjetër janë 800.000 euro bësh për paga. 100.000 euro janë për sigurime shtetërore që kena po kapitulim shumë të keq, edhe unë i kërkoj qytetarëve dijes që kena ardhur këtë ditë. Një kohë ka qenë kur trafiku urban janë ndas sektoret, udhëhesa pranë trafikut urban, shefat, ndrime, pa marrë ka pas, dikush ka dalë me një rrugë, dikush rrugën tjetër për me mbledh pale, për me rimbursu pale. Falë Zotit me iniciativën e kryetarit atëherë. Ne erdhëm ku erdhëm shumë mirë. Tash jem shumë mirë. Në kohën na kena toleruar që 4 muaj ditë pa paga. Kryetari nuk jem me rreziku ty apo diçka. Kemë marrë me kërku djesën që neve me i transmetu qytetarë, se qytetari për komunën është pasqyre. Punëtorët e trafikut urban, punëtorët që punojnë shërbim trafik urban, sikur sektori privat, sikur sektori publik, e ndjen komunën pasqyrë. Pasqyra mburret me gjestet e mirat një shoferit apo të një konduktorit në autobus. Po pasqyra duhet me një, edhe komuna duhet me një të keqe nëse unë e bëj një veprim të keq në autobus. Kështu që, jo si kryetar komune, o na pritin mrena këta punëtori në orë me lyp parët e veta, në orë me lyp me mush me pos parët naft me punu, e jo me orë na me protestu të komuna. Muni me na thirë për kafe, kur është gjendja normale, vim pim kafe. Sot jena orë gjendje jo normale. Zgjidhja është e juja me orë me na thirë në takim, na kallëzu këto, e na dolë i transmitojmë të mosa. Nuk është e mirë, e di që ju nuk e mirë pret një mosën, se mosa është jo frustrume për juve, po është e frustrume për skajshmërisë që po bojmë në punën këtu. Unë e detyruar edhe herë më drejtu media që përmes